Jemi këtu dhe flasim për ekipin kombëtar, për gjithë atmosferën. Natyrisht ka qenë një lavë kuqezi, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë hapësirën shqiptare, në gjithë planetin. Natyrisht ai gol i Rej Manajt në Serbi bëri që miliona zemra kuqezit festojnë ashtu siç po festojnë, si shikojmë pamjet në të gjithë hapësirën shqiptare. Por ne do shkojmë në Hishull, do shkojmë në UK, pikërisht në Londër dhe do flasim me Fatjon Bazen për të thënë si u pestua në kryeqytetin britanik dhe jo vetëm. Fatjon, përshëndetje. Përshëndetje Altin, faleminderit. Natyrisht jam dhe me Nikole. Nikol, ke ndonjë pyetje për Po, patjetër që po. Këto emocionet kërkojmë të dim lidhur me New Yorkun, me kryeqytetin USA. Po tani të flasim herë për Londrën, me që është në Londër. Se pastaj e kemi me British. British, jepi. Shkojmë këtu dhe flasim pak për zhvillimet në të hapësirës shqiptare, të tifozëve kuqezit, të cilët kanë pasur me gjithmonë dhe atje shumë fest, Baze. Po, është vërtet, që një atmosferike edhe në Londër, në gjithë zonat ku ka komunitet shqiptar, ata ka qenë organizuar shumë orë përpara që zonë të takimit, madje që një ditë, 2 ditë përpara ka pasur organizime mes shtetasve shqiptare që jetojnë këtu në Mbretërinë e Bashkuar, ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme, edhe komuniteti shqiptar këtu, këtë sukses historik që djemë tanë kuqezi arritën në Leskovac kundër Serbisë. Ka pasur një festë madhështore e Londrës, gjë që është mirëpritur dhe është mirëkuptuar dhe nga ana e autoriteteve vendase, madje policia e ka mirëkuptuar bllokimeve të rrugëve, bllokimeve edhe të autobusëve ku ka qenë tifoz shqiptar prezent, ka qenë një atmosferë elektrike edhe vetë anglez edhe shtetas nga kombësitë të ndryshme që janë bashkuar tifozët shqiptar pas këtij suksesi historik dhe festuar edhe këta me simbolin e shqiponjës, një simbol që mbangës për Serbi. Ka qenë fantastike në fakt gjithë atmosfera. Është e mirëpritur. Ka qenë atmosferë fantastike dhe madhështore dhe ka qenë një sukses që është shijuar më shumë se çdo fitore tjetër në historinë e kombëtarës shqiptare, madje një sukses i shijuar edhe më shumë se parë ajo e vitit 2004 kundër Greqisë, do ta cilësoja. Është një sukses edhe më i madh duke pasur parasysh historinë e ngjarjeve që kemi pasur si me Serbinë, por edhe në aspektin e politikës, por që si gjithmonë në fund ja kemi dashur që të triumfojmë. Absolutisht. Megjithatë je një gazetar i cili je shumë prezent në shtypi sportiv, Fatjon, dhe do desha që të më jepet një koment për sa i përket lojës dhe ata që të bën përshtypje më shumë në këtë përballje të fortë të Shqipërisë. Pa diskutim, gjithsej ka zhvilluar një 90 minuta luftarak, të gjithë çunat kanë luajtur me zemër, madje kanë dhënë më shumë se 100% për të arritur sukses historik. Lojtarët që më ka pëlqyer mase dhe që Silvinho u treguai i zgjuar ka qenë aktivizimi që minuta e parë e mirë të Uzunit, një aktivizim më i sukses në brazilian, për pa harruar këtu repartin e mbrojtjes, siç e tha dhe trajner Bicaj, dyshja e mbrojtjes Gjimshiti dhe një duke përballuar në perfekcion sulmin e Serbisë. Kujtojmë tu Vlahovic që është në Rina, por pa harruar dhe repartin e mesfushës, edhe repartin e sulmës, me një përjashtim që ende nuk po arrim që ta kemi atë lojtarin që ne gjithë duam ta ndërrojmë, që ka qenë Armando Broja, cili janë formën e tij më të mirë, por gjithsesi kur ekipi fiton, gjithë do të marrin merita, ashtu edhe kur humbasin, por qartë, absolutisht. Është jashtëzakonshme për gjithë çunat, por edhe për stafin e trajnerëve. Si e shikon rrugën drejt botërorit, Fatjon?
Për mendimin tim, ky edicion i kombëtarëve shqiptare është shumë i suksesshëm dhe objektivi është arritur. Për të arritur te Kupës së Botës është një rrugtim i vështirë, pasi në rast se ne do ta hipotekojmë 100% vendin e dytë, do të kemi sërish të jopit, gjë që është disi e vështirë për jo e pamundur. Edhe në rast se ne nuk do të arrijmë dot që të kualifikohemi në Kupën e Botës, unë do të cilësoj të rrugtimin ton kombëtar në këto kualifikuese të botrorit si një ndër eliminatorët më suksesshme që ekipi më parëshme. Pra kemi bërë një drastik dhe vetë rezultatet që kemi, madje mund të kishin qenë e më të mira, pa përvërtuar se ne kemi lënë 2 pikë edhe në Tiranë me Serbinë, pasi unë isha i bindur që me pak fat do të merreshim triumfin, edhe me letën disa pikë, por me fitoren e ndjeshme, besoj se gjithçka është kryer me sukses. Një pyetje të fundit, me Anglinë si dalim? Shpresojmë që të marrim një rezultat pozitiv. Besoj se gjitha do të jenë favorin ton. Ti je në Londër atje dhe i shikon, janë shumë mirë, janë shumë lart. Mundet ne në Tiranë bëjmë surprizën? Normalisht Anglia është, ne nuk krahasohem asnjë lloj aspekti me të Anglisë, normalisht, por besoj se mund të kemi disa avantazhe në ndeshjen e fundit, pasi Anglia e ka thuajse siguruar ka me kualifikimin në grupet e Kupës së Botës. Shpresoj shumë që ekipi i Anglisë mos jetë aq shumë i motivuar në ndeshjen e fundit, ndryshe nga ne që të arrijmë atë objektivin ton që është vendi i dytë. Janë gjitha mundësitë që ta kapim Anglinë dhe të marrim një rezultat pse jo historik edhe në Eurobena ndaj anglezëve. Fation Bazer, faleminderit për gjithë informacionet nga Londra, nga UK, Ditmar.